Christian Asllani ishte protagonist i fitores 2-0 të Interit ndaj Torinos, duke shënuar një ndër golat për të mbajtur skuadrën e tij përsëri në ndjekje të Napolit në kreun e renditjes. Një tim si protagonist javë pas javë që e ka cilësuar shumë të bukur teksa fliste për Dazvan pas ndeshjes, ku ka kujtuar se nuk ishte thjesht të arrijet ajo që ka bërë Interi, duke shkuar përsëri në finalen e Champions League. Sa është e bukur të jesh vendimtar. Është gjithmonë e bukur. Tani të mendojmë që do fitojmë të gjitha ndeshjet dhe të mbërrim sa më mirë në finalen e Ligës së Kampionave. Jemi pranë Napolit të shohim se çfarë të bëj. Sa dëshirë keni të fitoni. Dëshira për të fituar është shumë. Sa herë që kemi një parasim nuk mund të flasësh në dhomët e zhveshjeve. Jemi aty prapë të shohim atë që ndodh me klasifikimin. Nuk ndodh çdo vit që të shkosh në finalen e Champions League. Një dedikim për maman dhe të gjithë familjen time, gjithmonë kanë qenë me mua,